Përshëndetje, ku jemi këtu me bashkimin javor nga data 27 deri më datën 2 gusht 2026. Ka një ndikim shumë pozitiv në atë çka kërkohet dhe veprohet. Le të hedhim një sy pikërisht të këtyre ditëve, çfarë na jep mundësinë, ku duhet të bazohemi, ku duhet kemi kujdes mbi çështjet që neve na rrethojnë: ekonomia, puna, dashuria, mundësitë dhe udhëtimet. Udhëtimet në lidhje me punën, sepse me pushimet dhe kënaqësinë është tjetër gjë, nuk ka diçka shqetësuese këtu, por me punën dhe kontrata të rëndësishme që presin përgjigje. Kemi datën 27. Data 27, miqtë e mi të dashur, ka të bëjë shumë me diellin në Luan që formohet një kënd me Plutonin. Krijon një ndikim shumë të madh ku kërkohet vëmendje sepse mund të manipulohen gjërat që nuk janë. Kujdesin e veçantë do të bëjnë demi Luani, Akripët, Ujorët ose ata që kanë ascendente në këto shenja. Në të njëjtën ditë, nga Dreka, sepse paraditja është pak me spec, nga Dreka duke se trekën që i diellit që formohet në Luan me Neptunin, një kënd i shkëlqyer për aktivitete të ndryshme, që kërkon mundësi, kërkon kohë dhe ndikimi më i mirë i udhëtimeve. U jep frymëzim shenjave që kanë të bëjnë me shenjat e zjarrit, me punën, me karrierën dhe bisedimet që janë mbas orës 12:30 e Drekës. Dashi Luani shijetari të fillimit të dhjetëdijit të tretë. Ndikimi që kanë bëjnë me diellin Luan në gjashtkëndësh me Uranin mbas orës 16 dhe 18, duket se forcon mënyrën dhe surprizat të këndshme që kanë gjatë ditës për sa i përket ndryshimeve, mundësive, intensitetit dhe mundësive të arta në ekonomi. Shenjat që janë të veçanta në këtë aspekt është Luani, shijetari, Dashi, Binjakët, Peshorja, Ujori, i dhjetëdijit parë të shenjave të tyre. Gjithashtu nga Darka kemi ndikimin më të madh, sepse na përgatit për ditën tjetër dhe mundësitë të arta. Vendimet që merren, lidhjet e hënës që kalojnë në boshtin Ujor Luan për 18 muajt e ardhshëm, duke prodhuar eklipse në këto dy shenja. Nyja veriore kalon në Ujor dhe nyja jugore, lidhja do të thotë, kalon në Luan, duke hapur një kapitull të ri në jetën tonë. Lidhja veriore tregon gjithmonë evolucionin, rritjen, progresin që arrin duke lënë zonën tonë të rehatisë, të mundësisë dhe zhvendosjen e urave të panjohura, ndërsa lidhja jugore zbulon zonat tona të mundësisë dhe të komoditetit. Në një nivel kolektiv, në ndikimin më të madh dhe iniciativa individuale, udhëheqin shumë gjëra në lidhje me çështjet e punës, karrierës dhe mundësitë të arta. Ka një ndikim shumë të madh Luani, Ujori, Demi, Akripi. Përgatituni dhe mirëpritni ndryshimin në jetën tuaj deri në pranverën e vitit 2028. Këto lidhje, këto ndikime që kanë të bëjnë me lidhjen veriore dhe jugore, eklipset, janë deri në 2028 në këtë hartë kohor, në këtë bosht që jep mundësinë dhe kohën. Data 29 korrik. Data 29 korrik me Afroditën në Virgjeresh, që formohet një katërkëndësh me Marsin në Binjak. Takimet e dy planeteve referohen situatave pasionante në punë, ekonomi, udhëtime dhe vendime të rëndësishme. Mirë se nuk përjashtohet ndikimi më i madh, sepse lidhet shumë me një punë para përgatitore, i them unë, ose na bën paksa më ndryshe nga që mendojmë. Por nuk do të thotë se është problem, nuk do të thotë se është diçka keq kuptim. Kujdesi i nevojshëm dhe financat ndikohen më tepër Binjakët, Virgjeresha, shijetarët dhe peshqit në fund të dhjetëdijit të dytë dhe fillimi i dhjetëdijit të tretë, ose ata që kanë ascendente në këto shenja. Gjithashtu kemi në këtë ditë të datës 29, kemi hënën e plotë të korrikut, që formohet në boshtin Luan Ujor, me pjesëmarrjen e Jupiterit në këndin më të madh dhe ndikimin e Plutonit në bashkëpunim. Emocionet tona me këtë hënë të plotë mund të jenë veçantë intensive,
ndërsa intuita jon është gjithashtu e shtuar, ndërsa hëna e plot ndodh ditën ku dielli takohet me Jupiterin në luan, teorikisht aspekti më me fat. Mund të ketë një arsye për të festuar diçka ose një qëllim ynë për të realizuar dhe për të mbyllur një herë e mirë të kaluarën. Nga ana tjetër, kjo hënë ka të ngjarë të sjellë disa ndikime në çështjet meteorologjike ose geofizike. Ndikohen shumë Demi, Luani, Akrepi, Ujori, të 10 diçit parë ose ata që kanë ascendente në këto shenja. Të kuptojmë geofizike dhe këto që kanë ndikimin e të çështjeve që kanë bënë me mënyrën dhe për shembull tokën, edhe këndet që bën ngadonjëherë na dikton që neve të jemi të vëmendshëm të kujdesshëm për gjëra të tjera, por nuk trembet male nga dëbora, se ne kemi rezistuar dimrit të ashpër, gjërave sismike, i kemi rezistuar gjithçka, kështu që nuk ka vend për të shqetësuar këto. Dielli nga Luani formon një kënd shumë të rëndësishëm me Jupiterin, ku është një kënd që është shumë e fat në astrologji, sjell optimizëm, fat, ndihmon të arrijë qëllimet, të hapin horizontet tona shpirtërore, të hapin në çështje financiare, takime të rëndësishme, të kemi qëllimet tona, perspektiva të mira, pretendimet tona, të bëjmë njohje të rëndësishme. Shenjat e zjarrit do të favorizohen kryesisht dhe më pas shenjat e ajrit. Përkatësisht dashi, që është shenjë zjarri, do të favorizohet kryesisht në ndikimin e madh në ekonomi dhe punë. Më pas shenjat e ajrit, përkatësisht ndikimi më i madh që do thotë në lidhje me binjakët, peshorja, ujori të 10 diçit parë ose ata që kanë ascendente në këto shenja. Kurse në anën tjetër kemi dashën, kemi luanët, kemi dhe shijetarët që ndikohen jashtëmase mbi ndryshimin e madh që vjen rreth çështjeve madhore dhe rreth gjërave që kanë të bëjnë me mënyrën dhe mundësinë më të artë që ndonjëherë mbi atë çka është dhe mbi atë çka neve kërkojmë të realizojmë. Edhe pse diçka që mund të mos jetë ajo çka neve presim, por është ajo çka neve duam. Por gjithsesi është një periudhë ku gjërat kërkojnë vendim, kërkojnë kohë, kërkojnë mundësi në atë çka vjen dhe në atë çka neve kërkojmë dhe duam. Kemi ndikimin e madh që lidhet shumë me kuptimin e jetës, kuptimin e ndryshimit. Kemi ditën e shtunë të datës 1 gusht. Çfarë ndodh në këtë ditë kaq të rëndësishme për sa i përket asaj çka neve jemi, asaj nga ne çfarë duam që na verifikon, na ndihmon mbi ndikimet më të mëdha dhe çështjet e financave. Dita e shtunë, miqtë të dashur, duket se muaji gusht fillon me një atmosferë të fuqishme zjarri, sepse dielli vazhdon rrugën e tij në Luan, ndërsa Jupiteri gjithashtu ndodhet në shenjën e Luanit dhe ndikohet shumë mbi ndryshimet dhe mundësitë të arta që kanë të bëjnë në punë, në karrierë dhe jo vetëm. Jemi në një muaj që në fillim me ndikimet më të mëdha që ka të bëjnë me punën, ka të bëjnë me çështje të mëdha në vendin tonë. Jemi në një muaj që nuk fillon i heshtur, fillon me një energji që kërkon të shihet, të dëgjohet dhe të shprehet, por njëkohësisht që nga dita e parë e muajit ndihet se po afrohemi drejt një eklipsi diellor të rëndësishëm në Luan që do të ndodhë në 12 gusht. Prandaj gjithçka që lidhet me egon, zemrën, dashurinë, fëmijët, krijimtarinë dhe pushtetin personal fillon të marrë peshë të madhe. Astrologjikisht, dita e parë e gushtit është ditë për të vëzhguar drejtimin dhe jo për të nxitë ndikimet, por meqense dielli në Luan rrit nevojën për afrimitet, por Afrodita ende në Virgjëresh kërkon prakticizëm, maturi, analizë dhe marrëdhënie me punën dhe përditshmëri. Kjo krijon një kombinim interesant. Zemra kërkon shprehje, por dhe realitet. Realiteti, ndikimi, kërkon rregull. Prandaj kjo ditë është e mirë për planifikime, organizim, krijimtari, strukturë, përgatitje profesionale, pune për detaje dhe jo vetëm. Më të ndikuar janë shenjat fikse, Luani, Ujori, Demi dhe Akrepi, sepse dielli dhe Jupiteri në Luan fillojnë të aktivizojnë boshin e tyre kryesor, sidomos ndikimin e 10 diçit të dytë dhe të tretë. Të këtyre shenjave ndihen më me fat me ngarkesën që rritet dita ditës drejt eklipsit diellor në Luan afër 20 gradëve. Kjo vlen veçanërisht sepse ka të bëjë shumë me mënyrën, mundësinë, kohën dhe vazhdimsinë
mbi atë çka kërkohet, mbi atë çka realizohet. Gjithashtu është një mundësi mjaft e mirë për sa i përket këtij fillimi muajit gusht, është thjesht muaji i zhvillimit, që është muaj i kthesave të mëdha. Në të njëjtën kohë, afërdita në fund të virgjëreshës ndikohet më shumë shenjat që janë virgjëresha, peshqit, binjakët, shigjetari, sidomos të 10 diçit të tretë, duke sjellë nevojën për sqarime në marrëdhënie pune dhe jo vetëm. Shenjat e tokës, demi, virgjëresha dhe bricapi mund të përfitojnë nga kjo energji për organizim, ndërsa shenjat e ujit, gaforja, akrepi dhe peshqit mund të përdorin ndikimin e madh për shërimin emocional dhe vendimet më të qeta. Për çështjet praktike, dita është e mirë për riorganizim pune, plane, diete, kontrolle, rutinë, përgatitje dokumentesh, vlerësime të një projekti krijues, përgatitjet për intervistë ose prezantim, por jo domosdoshmëri për vendime shumë të mëdha që lidhen me ego, dashuri ose para në detaje. Për blerje të mëdha, marrëveshje financiare ose nënshkrime të rëndësishme, duhet kujdes sepse muaji po shkon drejt eklipsit dhe energjisë gradualisht bëhet më e ngarkuar. Duhet të shmangim gjërat që janë ato të më tepërta që neve të lavdërohemi pa qenë, të kuptojmë njerëzit që ne japin informacione të pa qenë të vërteta, të kemi të besojmë tek njerëzit që nuk i dim nga vinë dhe çfarë kanë në vetveten e tyre që na informojnë. Pra, dita kërkon vetbesim, por dhe maturi. Kemi ditën e diel. Dita e diel e datës 2 gusht, do thot dita e dytë e muajit gusht, sjell një atmosferë më të brendshme dhe më përgatitore, sepse ndikimi që ka të bëjnë në shenjën e demit një kënd mjaft i fuqishëm që është shumë pranë kthimit në retrograd, që do të ndodhë më 3 gusht, kur një planet ose një trup i rëndësishëm ngadalësohet, do të thotë që jep mundësinë dhe kohën mbi ndikimin e vet, prandaj kërkohet një eksaktësi. Ndodh nesër se temat e ndikimit të madh dhe mundësisë janë të dukshme. Kjo lidhet shumë me plagët e vjetra, pasigurinë, ndikimi dhe çështjet më të mëdha, disa kontrata të paralizueshme, disa ndarje që keni pasur në këtë aspekt. Por fuqia dhe mundësia që kjo këndi që bën, nuk mund thot as planet, mund thot as ndikim, por ka një ndikim tjetër në anën e pozitivit, ky kënd, ky veprim që ndodh, sepse do të thot ndikimin e madh që lidhet me familjen, lidhen me ndryshimet. Por çfarë ndikohet në këtë drejtim? Vlerën më të madhe që janë ujorët me shtëpi, familjen dhe çështjet emocionale. Për shenjat e tokës dhe të ujit, sidomos virgjëresha, bricapi, gaforja dhe peshqit, në fillim të shenjës ky ndikim mund të jetë më shërues, por mund sjellë kuptimin që nevojën për biseda në thellësi të shpirtit dhe mundësi të arta që keni mbi pjekurinë tuaj. Është një ndikim shumë i mirë gjithashtu sepse sinjalet janë pozitive. Në lidhje me dashurinë, do mund të kemi disa pasiguri në fakt, sepse vlerat e komunikimit dhe të mundësive të arta që vijnë, është një moment shumë i mirë në anën ekonomike dhe financiare, në lidhje me biznesin dhe besimin që keni. Korrektësia, mundësia dhe ana pozitive e çështjeve planetare, ku është një nga momentet më të arta, edhe koha më pozitive e ndryshimit të madh, sepse lidhet me ekonominë, sepse lidhet dhe me krahasimin e gjërave të mëdha që do të keni tani tutje. Kjo ditë kërkon butësi, kërkon ndikim qartësi në atë çka bëhet dhe pikërisht është koha, pikërisht është momenti i stabilizimit, i konkretizimit të gjërave të mëdha që vijnë tani tutje, ku pozitiviteti dhe çështjet kanë bën. Por duhet të shmangin kokëforcia, xhelozia dhe prekja e plagëve të vjetra të tjetrit me qëllim diskutime përpara se të kemi disa çështje që nuk janë të vërteta. Prandaj nuk duhet neve të flasim para se të sigurohemi për gjëra të mëdha. Prandaj bëni kujdes me miqtë të dashur, që të jeni të sigurt për gjërat që juve kërkoni dhe për gjërat që juve dëshironi, sepse ngadonjëherë vërtet jemi në qendër të vëmendjes për çështjet që neve bëjmë, por në anën tjetër kemi edhe një moment apo një kohë që vërtet është momenti dhe periudha kur ndodhin fenomenet. Tani, para se të fillojmë me parashtrimin e 12 zodiakale për këtë javë të rëndësishme, të fuqishme dhe kontradiktore për gjërat dhe çështjet që neve duam dhe kërkojmë të realizojmë. Kemi një faqe që do
po ta shikoni, është astrologu.al, është pikërisht ajo faqja atje, ja pra siç e shikoni, dhe aty mund të shikoni gjithçka që juve dëshironi. Hidhni një sy se nuk është vetëm një faqe e thjesht për të parë se çfarë ndodh, por atje keni të gjithë informacionin astrologjik për ata që e kërkojnë me sistem. Një faqe e ndikimit të madh, një faqe është shumë serioze që flitet për astrologjin. Nuk flitet për kartë bigjozi, dashi dhe këtu i ka të gjitha brenda, apo tarot astrologjike që nxjerrë letrën për pjetë. Pra nuk ka lidhje me këto gjëra. Ka lidhje me realitetin dhe pikërisht ato që shkruhen aty. E shikoni dhe më pas nëse juve keni darë mendjen që doni që të bëni një pagesë ose do keni abonuar për diçka dhe më pas shkoni tek sekretaria, atje dërgoni një email me datëlindjen tuaj. Duke dërguar datëlindjen, pastaj flasim bashkë në WhatsApp dhe se si funksionon shërbimi dhe më pas lidhemi dhe flasim bashkë. Por juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për drejt me juve dhe keni mundësinë ose momentin për gjërat që juve dëshironi, duke parë dhe duke shikuar çfarë ju intereson mbi atë që juve dëshironi, duke dërguar një mesazh. Pikërisht në tek ky butoni këtu e keni atje dhe më pas shikoni në detaje gjërat që juve doni dhe duke parë ndikimet dhe favorizimet që keni aty, jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin për të marrë drejt për së drejti përgjigjen tuaj. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e ndikimit të madh, fillojmë me shenjën e realizimeve, e ndikimeve dhe të pozicionimit të planeteve, që do thot shenja më me ndikim dhe më pozitivja e thënë ndonjëherë, që është shenja e dashit. Për juve të shenjës të dashit, duket se kemi një mundësi, kemi një moment shumë pozitiv mbi atë çka neve kërkojmë dhe rezatojmë. Është koha dhe momenti, është periudha më e mirë e mundshme mbi takimet, mbi bisedimet dhe çështjet të rëndësishme që kemi në fushën e punës, në gjërat të rëndësishme që kemi tani tutje, ku gjërat do të ndryshojnë dhe do keni mundësinë për të bërë zgjedhjen e duhur në anën ekonomike financiare. Duke pasur parasysh sepse një nga mundësitë ose koha e duhur që lidhet me vendime të rëndësishme, lidhet me punën aktuale, lidhet dhe me një takim të papritur që mund të ndodhi tani tutje. Nuk e diskutoj, nuk e vend dyshim, për një mijë arsye sepse kjo periudhë është një nga periudhat më ndikuese dhe më ideale në anën ekonomike financiare, sepse periudha që ndodhin fenomenet është kohë mjaft pozitive dhe kjo ndikohet në anën tuaj dhe jeni në fakt në dilemë se çfarë doni të bëni, çfarë doni të arrini. Nuk e diskutoj sepse nga një herë kemi dhe momentin dhe mundësinë, kemi periudhën dhe diturinë tonë që neve duhet bëjmë, është ndryshimi dhe marrja e vendimes. Dhjetëdiçi i parë mund marrë vendime shumë të rëndësishme për karrierën e tyre, sepse ndikimi i kësaj jave që lidhet me çështjet e mbylljes së programimeve të gjërave të problematikave që ne pasur në muajin korrik, sepse lidhet dhe deri në datën 2 gusht, ku është fillimi i muajit gusht, është një kohë shumë e mirë përcaktuese dhe ndriçuese për të ardhmen tuaj, ku këto momente, kjo periudhë është e juaja dhe solidarizoheni me atë çka është, me atë çka keni, me atë çka jeni, se funksionimi, mundësia, koha, marrja e vendimeve të rëndësishme mbi çdo gjë që ndodh, mbi çdo gjë që kërkohet dhe është më se e realizueshme për anën ekonomike, për biznesin, për karrierën, për punën dhe çështjet më madhore që ju e keni, është momenti juaj i ardhur. Është koha që juve vendosni çfarë do të bëni në të ardhmen të afërt. Juve vendosni për jetën tuaj, për mundësinë që ju jepet, periudha që juve keni dhe është një nga momentet më të arta dhe më pozitive të qenia ndonjëherë, sepse kjo periudhë është pikërisht ekonomia, është pikërisht vazhdimësia, është pikërisht çështjet që lidhen me ekonominë dhe stabilizimin, çështjet që lidhen me ndryshimet të mëdha që do të keni,
por dhe pozicionimi planetar është në anën tuaj, sepse ndjeni të sigurt në ekonomi, ndjeni të aftë për të arritur në finish mbi ekonominë, mbi stabilizimin, mbi konkretizimin e lidhjeve të punës, të karrierës dhe të ndryshimit të madh që keni. Prandaj mos e lini pas dore. Dhjediqi i tretë do merret shumë me dashurinë e munguar, disa probleme që kanë pasur me ujor dhe me peshore, por kjo nuk do të thotë se është diçka problematike, por do të thotë se diçka është mjaft ndikuese dhe rrezatuese. Aty afër hënës së plot të korrikut, duket se ka të bëjnë me një ndikim shumë të madh në datën 29, juve të shenjës së dashit, vërtet keni një mundësi dhe një ndikim shumë të mirë në lidhje me çështjet e fatit, çështjet e karrierës, por gjithçka ndikohet dhe ka të bëjnë mjaft ndikime në lidhje me një çështje shumë pozitive, sepse lidhet me karrierën tuaj, lidhet dhe me një çështje momentale, keni pasur një problem në të kaluarën, ku do të thotë edhe me ndikimin dhe favorizimin tuaj, për sa i përket ekonomisë, për sa i përket gjërave të mëdha financiare, kjo do të thotë një nga ndikimet më të mëdha që do të keni tani tutje, por prandaj sepse mos i anashkaloni gjërat që janë elementare ose t'i fryni dhe të mos jenë ajo e vërteta, pra egzagerimi. Kjo mund t'ju prishi Terezin, prandaj bëni kujdes në këtë aspekt, jeni sa më të kujdesshëm për sa përket planeve që keni. Të 30 vjeçët të shenjës së dashit në fushën e dashurisë duket se lidhet shumë me gafore, me bricja, por dhe me peshore të dhjediqit të tretë është perfektja, është ajo çka dua, çka e kam jetuar, çka un kam mundësinë, kam dhe diturinë time që di çfarë dua dhe ku dua të shkoj. Pra janë të gjitha këto që juve ju bëjnë të ndjeni superior, ju bëjnë të ndjeni mirë, ju bëjnë të ndjeni mjaft përpara për qenë në këto kohë. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar këtu, por gjërat janë në anën tuaj, gjërat janë mjaft favorite dhe mundësi të arta që vijnë drejt jush në këtë drejtim. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese, rrezatuese, me një shenjë toke ku do jetë përfitimi kryesor. E drejta e juaj do triumfojë dhe ngritjen e detyrë, rregullime, stabilizime dhe çështjet konkrete në ekonomi dhe ndryshim pune, që këta janë shenja e demit. Shenja e demit jep mundësi, jep kohë, jep vazhdimsi. Një nga momentet më të arta që kanë bëjnë të kësaj shenje është koha, momenti, ndryshimi, vendimi dhe koha e duhur në anën tuaj. Nuk e diskutoj, nuk e vë ndryshim, për 1000 arsye, sepse kjo periudhë na mëson shumë gjëra dhe ka një peshë shumë të rëndësishme, ku përfitojnë jashtëmase në lidhje me punë, lidhje me karrierë, lidhje me ndryshime të mëdha që kanë bëjnë, por meqense ka diçka shumë të madhe gjatë gjithë periudhës dhe kohës së duhur, sepse lidhet me përgatitje profesionale, dhjediqi i parë do merret me punën dhe karrierën. Kurse dhjediqi i dytë jepet me shumë ndikime të mëdha, që ndikimi i diellit, i Jupiterit në Luan fillon të aktivizojë boshtin kryesor, sidomos të dhjediqit të dytë dhe të tretë, ku lidhet shumë me shenjën tuaj, dhe kjo bën që jep mundësi, kohë, vazhdimsi, karriere dhe rrugtime të arta që do të keni, sepse është koha juaj, sepse është momenti më i mirë dhe më pozitivi i që ndonjëherë, duke pasur parasysh ekonominë, duke pasur parasysh ndryshimin, duke pasur parasysh disa takime të një pasnjëshme që mund të keni në fushën e karrierës suaj, në fushën e ndryshimit tuaj, por gjithashtu ka të bëjnë me anën ekonomike financiare dhe me një takim që mund të bisedoni drejt çështjeve të rëndësishme financiare, çështje që kanë të bëjnë me vendime të rëndësishme, por gjithashtu me kohën dhe me vendimet e tjera që do të keni. Por gjithsesi është një periudhë që vërtet jep kohën, jep ndryshimin, jep mundësinë dhe kohën e duhur. Nuk diskutohet që shenja e demit të 30 ditësht kanë mundësinë, për sa i përket mundësinë e artë, një kontratë që të mbyllet para se të fillojnë muaji, para se të nisin gjërat në favorin tuaj,
parë se të keni mundësinë e gëzimit tuaj e mundësive të arta që vinë, dhe duke pasur parasysh një nga mundësitë më të mira të mundshme që juve keni, është një nga momentet më të arta që juve keni, dhe ndryshimi që bëhet mes ekonomisë dhe stabilizimit, mes ndryshimit dhe vendimit, mes karrierës dhe ekonomisë dhe udhëtimeve, është një nga momentet që kanë të bëjnë dhe dini ja dolet me sukses asaj çka keni, dhe është një nga momentet që mbani gjallë gjërat që doni të bëni, mundësitë që ju jepen, dhe jeni numër 1 mbi atë që kërkohet, dhe juve i dilni përpara dhe i dini të jepni xhevap mbi atë që kërkohet, mbi atë që realizohet, dhe mundësitë janë të arta. Duke pasur parasysh një takim, sepse lidhet edhe me dashurinë e munguar të shenjës së demit, edhe pse kanë të bëjnë me disa ndikime dhe favorizime që kanë të bëjnë me komunikimin, sepse lidhje që bëhen ka një kuptim mes asaj që është e realizueshme dhe mes asaj që është e kuptueshme. Vazhdimësia që duket dem virgjëresh, dem ujor, ka indikim tjetër sepse lidhet edhe me kuptimin e jetës dhe të punës. Ortakëri, mundësi, kjo ja është e juaja. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që los një rol shumë të rëndësishëm mbi ekonominë dhe stabilizimin e saj, që do thot shenja e binjakëve. Për binjakët duket se ka një mundësi mjaft të mirë në ekonomi, në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me punën, ka të bëjnë me karrierën, sepse lidhet më shumë me karrierën, ku është një mundësi shumë e mirë për stabilizimin, konkretizimin e një lidhjeje afatgjatë, sepse binjakët nga njëra anë mundohen shumë dhe kanë perceptimin ose mundësinë se çfarë duhet të bëjnë, por në kohën e dur, momentin e dur, zgjidhin problemet. Një nga çështjet më madhore, problematika që kanë të bëjnë me punën aktuale, me një moment që ka të bëjnë zgjidhje ose jep zgjidhje çështjeve aktuale, është një moment shumë i mirë sepse komunikimi është baza dhe vendimet që merrni në anën tuaj. Nuk e diskutoj, nuk e vë dyshim që kemi të bëjmë me periudhën, kemi të bëjmë me momentin më të mirë të mundshëm, sidomos në fillim të ndikimeve, dhe e di që tretë është shumë i favorizuar sepse lidhet edhe me punën, lidhet edhe me karrierën, lidhet me ndryshimet e tjera, sepse afërdita në virgjëresht ndikon shumë mbi ndikimin e binjakëve, ku jep mundësi të 30 ditëve të nisin një çështje dokumentacioni, një çështje pasurie e paluajtshme, kur është koha juaj dhe është ajo çka unë kam jetuar, sepse karma rikthehet në vendin e ngjarjes për çështjet, për të marrë djersën e vet, mundësinë e vet, dhe është një kohë që është përcaktuese dhe rrezatuese në atë që ndodh. Në çështjet që kanë të bëjnë me punën dhe karrierën, është një kohë shumë e rëndësishme tani e tutje, ku gjërat do të ndikojnë. Mënyra dhe mundësia, koha dhe avanca që keni një periudhë shumë të mirë, sepse do zgjidhni një problem të mbetur në tentativë për ta realizuar, por nuk u realizuar për një mijë arsye, sepse koha tregon që ndryshe kuptoj, ndryshe gjykoj, ndryshe vendos, por momentet janë të arta dhe koha është në favorin tuaj, është një periudhë mjaft të mirë për stabilizimin dhe çështjet konkrete që juve keni. Nuk diskutohet, nuk e vën dyshim për një mijë arsye, sepse është një nga periudhat më të mira dhe më të arta të qenë ndonjëherë, një stabilizim dhe një çështje konkrete që ka të bëjnë për ditëlindjen e parë në ekonomi, është momenti juaj. Në çështjet e dashurisë duket se koha ka treguar dhe tregon që është në duart tuaj dhe është momenti dhe është mundësia, është karriera, është ndryshimi i madh që vjen drejt jush. Meqense disa ndryshime, disa ndikime, por ndikime mjaft fantastike për kohën, për momentin, për periudhën, sepse ndryshimet që ndikohen tek juve është ekonomia, stabilizimi i saj dhe çështjet potenciale ekonomike financiare. Një moment dhe një kohë shumë e përshtatshme për të bërë zgjedhjen e duhur në ekonomi, për të bërë zgjedhjen e duhur në vendimet që do të merrni,
për arsye të punës suaj, për arsye të kohës suaj, për arsye të ndryshimeve të mëdha që vinë drejt jush, ku kjo periudhë është e juaj, kjo periudhë është më e mira e mundshme për sa përket çështjeve të dashurisë dhe momenteve të arta. Duket se lidhjet afatgjat për sa përket binjakëve, bashkim familjar ose ndryshim shteti, qyteti që kanë bërë sidomos në Europë, sidomos në Greqi, në Gjermani, në Spanjë, ka një ndikim shumë mirë sepse keni shenjat e ndikimit të madh, shenjat e ajrit kanë mundësinë dhe kohën e tyre të duhur sepse lidhet shumë me Mërkurin. Kur Mërkuri nga njëra anë na jep mundësinë dhe kohën e duhur, nga ana tjetër na ndryshon shumë gjëra në jetën e tyre sepse është në rrugën e drejtë dhe kjo do ndikon shumë mbi mënyrën se si vinë gjërat, mbi kohën që juve keni dhe periudhën që do të diktojnë, do të arrijen gjërat e rëndësishme mbi ekonominë dhe favorizimin e kohës së dashurisë suaj dhe ka një ndikim shumë mirë për 1000 arsye dhe kjo është periudha juaj, ky është momenti juaj, kjo është koha që juve keni momentin e duhur në anën tuaj, prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, për të gëzuar dhe dashuria, dokumentacione e keni me ujor të ditës së parë, mos e lini pas dore sepse do më kujtoni. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft pozitive dhe shumë të rëndësishme mbi ndikimet, favorizimet që kanë të bëjnë tani e tutje dhe koha ka treguar që juve jeni me fat, juve i keni mundësitë për të zgjidhur problemin ndash në anën ekonomike, ndash në çështjet dhe stabilizimin tuaj, sepse një nga mundësitë që keni ose periudha kur ndodhin fenomenet është një nga momentet më të arta të qenë ndonjëherë sepse në shumë drejtime, në shumë kuptime ka të bëjnë me vendimet që merren, ekonominë, çështjet e rëndësishme financiare marrin një drejtim tjetër. Është në një kohë që vërtet juve jeni në kohën e zbulimeve të së ardhmes për ekonominë, për vullnetin që keni, një nga çështjet më madhore ose gjërat që janë më stabile në ekonomi dhe në çështjet e tjera që do të diktojnë, do të rregullojnë. Jeni rregullatori numër 1 mbi jetën tuaj, rregullatori numër 1 mbi çështjet madhore dhe çështjet e jetës sentimentale, ekonomike, financiare. Mos u shqetësoni, sepse kjo periudhë është një nga periudhat më të arta të qenë ndonjëherë sepse stabilizimi që ka të bëjnë dhe vazhdimësia është një nga momentet më të arta për studime dhe mundësi që vinë. Nuk e diskutoj, nuk e vend dyshim për këtë periudhë që është një nga periudhat më të mira të ekonomisë dhe të vazhdimësisë. 10 ditë që i parë nuk e diskutojmë sepse ju e dini shumë mirë kur lidhet me anën ekonomike dhe financiare, lidhet shumë edhe me një çështje kredie që do të marrin të kësaj shenje dhe kjo është një zbulim tjetër, një mundësi e artë për të arritur qëllimin tuaj, për të pasur një çështje komunikimi financiar, një ndryshim shumë i madh që vjen drejt jush për kohën, për momentin, për çështjet e stabilizimit, për çështjet konkrete që juve keni dhe momentin e duhur në kohën e duhur për të bërë zbulimin dhe mundësinë e artë që vjen drejt jush. Ndikimet që kanë bënë dhe mundësitë të tjera që do të keni tani e tutje nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar për sa i përket mënyrës dhe mundësisë së artë që keni, sepse një nga ndryshimet dhe takimet më të mira, më pozitive të qenë ndonjëherë, sepse juve e keni mundësinë, juve jeni koshient me atë çfarë ndodh, jeni koshient me atë çka rregullohet dhe stabilizohet. Gjërat stabile, periudha kur ndodhin fenomenet, momenti që juve keni është një nga ndryshimet dhe mundësitë që juve ju jepen tani e tutje dhe kjo do të thotë ndryshime, kjo do të thotë mundësi, kjo do të thotë karrierë, sepse duket se tani për tani nuk ka vend për të shqetësuar, por ka vend për të gëzuar për gjëra të mëdha dhe çështjet që kanë të bëjnë. Çështjet janë financiare, çështjet janë ndikuese dhe shumë rrezatuese për gjërat që juve keni, për gjërat që juve dashuroni, rregulloni, stabilizoni. Tani për tani i keni mundësinë që juve të nisni diçka të re, sepse kjo periudhë është mjaft ndikuese mbi punën tuaj, mbi karrierën tuaj dhe një moment që është mjaft i mirë dhe tepër pozitiv në ndryshime të mëdha që do të keni tani tutje dhe nuk e diskutoj, nuk e vend dyshim për punën, për disa takime që keni pasur më përpara, për 1000 arsye, për punën tuaj dhe për
çështje që keni pasur disa probleme në punën tuaj, por meqense unë do të thosha që tani për tani është momenti, është koha, është ndryshimi, por ky është ndryshim që do të thotë ana ekonomike financiare, do të thotë një biznes që keni pasur para disa kohëve dhe nuk e keni realizuar për arsyeën tuaj, por është mundësia më e mirë e mundshme tani e tutje ku gjërat do jenë mjaft pozitive dhe tepër reale në anën tuaj, sepse tani për tani gjërat janë në favorin tuaj dhe jo disfavor, sepse keni disa periudha, keni disa gjëra që do të ndryshojnë rrugtimin, punën, kohën, vendimin dhe ndryshimin e madh që juve keni në anën tuaj. Megjithatë, ka diçka shumë madhe tani, edhe pse keni pasur probleme në biznes, keni pasur disa probleme që vërtet janë të mundshme për sa përket stabilizimit, por meqense juve keni një dashuri të munguar, do të thosha unë, për arsyet e ekonomisë, por meqense kokforcia, xhelozia, mundësia dhe periudha që ndodhin fenomenet, është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv në këtë drejtim. Për sa i përket ndryshimet e tjera, nuk ka vend për të shqetësuar këtu, por për të gëzuar, sepse duket se ekonomia, stabilizimi, mundësia, koha, rregullat që vinë në anën tuaj është një pozicionim planetar mjaft pozitiv dhe shumë i rëndësishëm për jetën e vazhdimsi, për atë çka jam, për atë çka dua të ofroj. Pra, edhe keni dhe momentin tuaj, keni dhe gjëra që do të ndryshojnë dhe do të takoheni me mundësitë që ju vinë, kohën, respektin mbi atë që jeni, sepse është kjo periudhë, është ky momenti i artë, momenti i zhvillimeve dhe i ndryshimeve të mëdha që do të keni tani e tutje. Do shikoni, do më kujtoni mbi disa takime mjaft të rëndësishme pune, biznesi, sepse gaforët e kanë këta, por në dashuri do të bëni pa kujdes miqtë e mi, sepse ka të bëjnë me akrepin e dhjetëdiqit parë, ka të bëjnë me dashin të dhjetëdiqit të tretë, ku është një mundësi tani që ndryshe e mendoj, ndryshe gjykoj. Por mos i gjykoni gjërat nga çështjet nga aparenca për shembull, ose ndryshe unë kam të dua të bëj diçka dhe kështu që mua më takon që ti realizoj gjërat, ose disa gjëra tjera që unë ndryshe kam parë ose kam pas, ndryshe dua që ti rregulloj gjërat aty ku kam qenë, ku i kam nisur, sepse kam pasur një debat shumë të madh për shembull, dhe nuk e kam rregulluar, por vjen momenti i zgjimit, i rregullit, i stabilizimit dhe i dashurisë së munguar. Mos harrojmë se bashkim familjar kemi të bëjmë me akrepët e dhjetëdiqit parë. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që vërtet është shenja më e mbar e javës dhe më pozitivja në çështjet ekonomike financiare, në biznese dhe ka diçka. Nëse do flasim për shembull se si gjërat mund të rregullohen ose të stabilizohen, nuk e diskutoj, nuk e vend dyshim që ka një kuptim, po çfarë kuptimi vallë? Që është kontrata e ëndërruar, bëhet realitet, që janë luanët. Luan të dashur, kemi një mundësi shumë të mirë, sepse tani në këtë periudhë, jo se keni pasur probleme, ose keni pasur gjëra që mund të mos jetë ajo çka bëjmë, mund të mos jetë ajo që unë ose presupozoj për shembull, rregulloj dhe startoj. Por është një gjë shumë e rëndësishme për sa i përket jetës sociale. Kujtojeni këtë, jetës sociale. Jeni njerëz me kulturë të brendshme, e doni evropiane, e doni mesletare, e doni të parës, i keni gjitha. Luan të dashur, jo për arsye sepse unë kam dhe shumë miq në luanëve, që janë zjarrizën, kanë bëj dhe me shumë që shenjat të tjera që lidhen, por ju keni një veti, nuk ndryshoni kollaj. Të tjerët flasin, të tjerët bisedojnë, të tjerët flasin si të dojë që e fytyre, por juve jeni shumë të ndikuar dhe ndryshe të tjerët të gjykojnë, juve ndryshe mendoni. Është një moment që startoni, rregulloni, perceptoni
jetën tuaj. Do të thotë sa jeni të dhënë juve me ekonominë, me punë të reja dhe ndryshime. Shumë. Një nga stabilizimet ose gjërat konkrete që juve keni me punën tuaj, juve keni me stabilizimin ekonomik, dhe një nga momentet më të arta që vinë drejt jush, është një kohë që përcakton të ardhmen. Po për çfarë vallë? Përcakton të ardhmen sepse në një pozicion ekonomiko-financiar ja dilni mban, kur të tjerët nuk e duan këtë, se nuk i vjen mirë. Por juve keni anën tjetër, se thoni, zotëri, unë jam këtu në këtë pozicion, juve si të doni bëni. Dhe ana tjetër ndryshon shumë ekuilibra. Dhe nga ana tjetër, mënyra e punës suaj do vinë një moment që s'do keni nevojë për këtë. Se keni vuajtur. Ta themi dhe këtë. Por të tjerë mund të flasin çfarë duan dhe puna e tyre është një nga stabilizimet që keni ose gjërat që vinë drejt jush, keni një periudhë mjaft ndikuese dhe jeni në rregullat e lojës, sepse keni dhe mundësinë, keni dhe dashurinë, por edhe anën më të mirë të mundshme të qenë ndonjëherë. Sepse është pozicioni planetar që ju ndihmon në këtë drejtim. Por meqense juve gjykoni shumë drejt, kur të tretët nuk flasin për juve se jeni mjaft konkurrent, dhe kjo do të thotë konkurenca jo e drejtë që ju bëhet juve. Por meqense kjo është periudha dhe koha mjaft ndikuese dhe mjaft ideale për të bërë zhvillimin e duhur për të arritur qëllimit tuaj, dhe momenti kur keni mundësinë dhe kohën e duhur është një moment shumë i mbar, rrezatues, mundsoni gjëra të mëdha që keni, por edhe një nga momentet dhe mundësitë e arta që vinë drejt tani në këtë periudhë, por edhe një çështje madhore, një çështje që ka të bëjnë me punën, ka të bëjnë me karrierën, por edhe me ndryshimin e madh që vjen në anën tuaj dhe në pozicionimin e planeteve. Por gjithashtu vendimi që merret në lidhje me anën e pozicionimit planeteve dhe kohës që keni, është një mundësi shumë e mirë. Por ku vallë ndikohet dhe ku vallë është ajo çka niset dhe bëtiset, është momenti tani. Është periudha që ndikojnë disa gjëra, por keni kujdes, mos u nxitoni, se do flitet shumë për juve, prandaj keni kujdes, ju xhelozojnë. Punë e madhe, aq më mirë për juve. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me shigjetar dhe me dem, është perfektja për këtë javë. Prandaj shikojeni se do më kujtoni. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë toke, tek një shenjë që rrezaton shumë, argëtohet dhe mundson shumë gjëra në jetë. Sado marrin vendime të rëndësishme, sado që të tretët mundohen shumë të arrijnë finisht arrijnë atë që kërkojnë. Por kjo është një periudhë, kjo është një moment që koha, periudhat më të mëdha që vinë nga ana juaj është dhe ndikimi më i madh dhe pozicionimi planetar. Kështu që kjo nuk do thotë se është e juaja dhe i përket juve, por përket anës apo pozicionit planetar të vazhdimësisë. Një kohë që është mjaft e rëndësishme në lidhje me takime dhe bisedime që janë virgjëreshat. Për sa i përket virgjëreshave, duket se virgjëreshat janë anën e tyre më të mirë të mundshme, dhe kjo do të thotë që sado që gjërat janë pozitive, dhe sado që kanë vështërsi në nisma të reja, janë në anën e tyre. Pozicionimi planetar, miq të dashur, jeni aja dhe zhëja. Nisni një punë tani, sepse deri në datën 2 gusht, sado që vinë gjëra dhe në kohën e duhur, momentin e duhur, jeni në anën tuaj. Dhe kjo është një pozicion shumë i mirë.
Nga do që neve mund ta themi, mund ta përsërisim, ripërsërisim kuptimin e gjërave të tjera që do të kenë në anën tjetër, është një moment mjaft i mirë dhe shumë perfekt në jetën tuaj, në përditësimin tuaj. Dhe kjo është periudha, duke zgjedhur njerëzit dhe mënyrën se si të punoni, të bashkëpunoni me gjërat e tjera, është në momenti i art. Jeni matematicien të shkëlqyer, me dhjeta, se vëgjëshat e kanë këta. Marrë një punë si përmarrje, dhe nga njëra anë favorizojnë dhe kuptojnë çfarë ndodh, me të drejtë, në anën tjetër nuk i bë të gjitha, jeni fajtor, kur ata s'bën asgjë të tjerët. Që jeni në rol drejtues se kanë fjalën. Dhe juve kur i servirni të gjitha çfarë kanë bërë, ngelin me gojë hapur. Dhe ju luten që të rini dhe disa kohë që derisa të stabilizojmë me dikë tjetër. Dhe të merrni dyfishin e rrogës. Dhe juve i thoni, por kur fillova punë, pse nuk e fillova me dyfish? Shtrohet pyetja. Dhe pja pra se sa të mbuluar në brendësinë e tyre janë dhe kaq shumë kanë problemin e tyre dhe momentin që ata ndryshojnë. Është momenti juaj, është periudha juaj, bini pas, mos na lini pas dore. Në dashuri mund t'ju them shumë gjëra. Në dashuri mund t'ju them që keni kohën, keni momentin, sidomos lidhje që kanë të bëjnë me vigëresh të 10 vjeçit parë, me dem të 10 vjeçit të tretë, me binjak të 10 vjeçit të dytë, është koha, është momenti, është periudha e pozicionimeve, e rregullimeve, e mundësive, se është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv. Por meqense do të keni një ndikim nga fundi, nga dita e diel për shembull, pak kujdes sepse bëni një përmbledhje, mos mund nxitoni në këtë drejtim. Se mund keni probleme, sidomos me punën. Kurse në dashuri me peshku një herë jeni aja dhe zhëja, kështu që keni mundësinë juve. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që rezulton, rregullon, mundson shumë gjëra dhe në tepër në ndryshimet më të mëdha që fokusoheni dhe momentet janë ato që bëjnë diferencën. Peshorja. Për sa i përket peshoreve, nuk e diskutoj, nuk e vën dyshim, për një arsye, sepse është koha, është momenti dhe takime dhe bisedime që kanë të bëjnë. Nuk e besoj dhe nuk e di se nga ndikohen ose çfarë bëhet, po unë di që peshoret kanë një moment të art, rregull, stabilizim, konkretizim të gjërave dhe kjo do të thot mundësi, kjo do të thot rëndësi në gjërat që juve keni. Megjithatë, edhe pse jeni në dilemat e juaja, peshoret janë shumë përpara për të qenë në këtë kohë. Por gjithashtu, një mundësi, një periudhë që është ndikuese, është rrezatuese, momentale i tregojmë atë që kemi me rregulla, me mundësi, me kuptimin e asaj çka ndodh dhe koha që ndikohen gjërat janë pozitive. Nuk e diskutoj, nuk e vën dyshim, sepse 10 ditë që i parë i shenjës së peshores do lidhet me dashurinë që ka pasur probleme. 10 ditë që dytë lidhet me kontratat, se nuk ka përfunduar një kontratë dhe janë në dilemë çfarë do bëjnë me kontratën në vazhdimsi. Dhe kjo është një kuptim, është një vizë ndarëse mes rregullave dhe mes kaosit. Kur është një vend që është kaos, duhet të zgjidhemi diçka, mes zhurmës dhe gjërave të tjera, kemi mundësi që duhem qetësinë. Se zgjedh qetësinë me zhurmën. Qetësia nuk diskutohet. Dhe juve keni një mundësi të tillë në lidhje me punën tuaj. Në vende kyçe, miqtemi, do ta shikoni se ku doni të pozicionoheni, sepse njerëzit mund të flasin çdo gjë. Njerëzit mund të thonë çdo gjë për periudhën që ndodhin, për gjërat që kanë momente që vijnë, por gjithsesi kjo është mbetet për të parë në fakt, nga ndikimi, nga mundësitë, nga çështjet që kanë të bëjnë dhe vendimet që merren.
nuk e diskutoj, nuk e vend dyshim për një mijë arsye, sepse është pikërisht kjo periudhë, është pikërisht ky moment, sepse kjo është koha dhe momenti i duhur mbi nisma të reja, mbi zhvillimet, ndryshimet edhe kohën e duhur për nisma të reja. Dhe kjo është një moment mjaft i mirë sepse çdo gjë ndodh për një arsye, çdo gjë arrihet fal zgjuarësisë, maturisë në ekonomi dhe në vazhdimsi. Megjithatë, çështjet e financave, sepse me financat ka të bëjnë shumë, jeni në anën më të mirë të historisë, sepse do filloni një rrugtim të ri drejt së njohurës me kuptimin, me jetën, me vendimin, me veprimet që do të keni dhe kohën e duhur në çështjet e mëdha. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë bërë, tu bëhet pak vëmendja, se lidhet shumë me binjak të 10 diqit parë, me ujor të 10 diqit tretë, që është perfektja dhe koha për të nisur diçka shumë të madhe për arsye të ekonomisë, për arsye të dashurisë. Dhe kjo bën që tani e tutje juve të nisni diçka dhe periudha që ndodhin fenomenet është në anën tuaj dhe diçka shumë të madhe që do ta shikoni edhe vetë, do më kujtoni për arsye të dashurisë. Sepse një ndarje që keni pasur me ujor, mundoni ta rregulloni miqtë mi të dashur, sepse është ndryshe kur keni një lidhje shumë vjeçare dhe të shkëputet për një fjalë goje dhe të arrini që t'ju ofrohet diçka e huaj për juve, e huaj për shpirtin tuaj, e huaj për ligjin e pashkruar, që është zemra e pandar. Meqense kjo nuk e kërkon, nuk e dokta, nuk i përzin gjërat, edhe pse shpërndash nga ndonjëherë që ndikon në një sallat kemi dhe vajin, kemi dhe uthullën, ngelen e njëjta është uthulla, e njëjta është vaj. Nuk përzihen kur, nuk bashkohen kur, janë të ndara. Uthulla ngelet uthull, vaj ngelet vaj, me firmë, me vull, jorgopulla. Shikojni këto gjëra se do më kujtoni. Pra, shikojni, luftoni për atë që keni pasur, luftoni për atë që juve e adhuroni, e dëshironi me shpirtin tuaj. Por gjithsesi, koha tregon që jeni në atë drejtim dhe mund ta realizoni. Sidomos edhe me gafore, por edhe me dashje dhe diçit parë. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që supozon, rregullon, mundëson, por në anën tjetër ndikon dhe kjo do të thotë që jam në gjendje të përgjigjem çdo lloj kërkese, por në anën tjetër jam në gjendje të arrimajat në çështjet e punës dhe të karrierës. Që këta janë akripët, për sa i përket akripëve. Akripët duket se tani për tani keni një mundësi, keni një kohë mjaft të mirë mbi zhvillimet dhe ndryshimet e mëdha që vijnë. Nuk e diskutoj që koha, periudha ekonomike financiare, mënyra se si vijnë gjërat, ka diçka shumë të madhe. Por megjithatë, lidhjet që kanë bëjnë me punën, lidhjet që kanë bëjnë me vendime të rëndësishme në fushën e financave, në biznes akoma, por meqense juve jeni pak a shumë në dilemën tuaj, jo për fajin tuaj, por meqense ndodhin disa gjëra të tilla dhe kjo bën që juve të jeni pak a shumë mërziteni, nuk është diçka që për tani i keni mundësit edhe periudhën e duhur për sa i përket ekonomisë, për sa i përket stabilizimit, për sa i përket gjërave që do të diktojnë, do të ndikojnë në jetën tuaj, në përditshmërinë tuaj. Mendimi dhe sugjerimi është që keni kujdes në lidhje me punën tuaj, në lidhje me takimet që bëni, në lidhje me vendimet që merrni, sepse akripët janë shumë serioz në ato që bëjnë. Edhe pse të tretët nuk i pëlqejnë sepse kanë atë kohën e tyre, besoj dëgjohem, janë kohën e tyre për arsyeën e punës edhe periudhave që ndodhin fenomenet. Tani për tani jeni ju pra janë të tjerët. Këtë u garanton Jorgo me 1.000.000% dhe do shikoni që çdo gjë vlen për një arsye. Kjo është arsye juaj më e madhe, është arsye që do keni mundësinë
do keni mundësinë ekonomike financiare për zgjidhur çdo lloj problemi që keni pasur në të shkuarën, çdo lloj problemi që keni pasur nga tani e tutje ku jeni në anën tuaj më të mirë të mundshme. Është favorizimet, ndryshimet, mundësitë edhe kohën e duhur për sa i përket gjërave që juve keni dhe mundësive të arta që vinë drejt jush për ekonominë, për mundësinë, për periudha që ndodhin disa fenomene pak a shumë ndikuese, rrezatuese dhe kjo është një mundësi e artë sepse do zgjidhni gjëra të pazgjidhme dhe keni dhe një mundësi tani për tani që thot ndikoj, rrezatoj, mundsoj në çështjet ekonomike financiare. Në anën tjetër, ndikimi më i madh është se me punën ose me ekonominë ka të bëjnë shumë ndryshimi i madh financiar në anën tuaj, por një takim që do të bëni tani e tutje, janë takime pozitive, sidomos për anën financave dhe të ekonomisë, ku është një moment tani, në këtë periudhë, ku do të ndryshojnë shumë gjëra në jetën e përditshme dhe në lidhje me vendimet që do të merrni për arsye të ekonomisë dhe të punës. Por në anën tjetër është një mix i gjërave të mëdha, puna, dashuria, karriera, mënyra se si juve i kërkoni gjërat, por keni kujdes sepse në punë nuk e kam merakun unë juve. O e mëre i bëni si që kemë të, por a merakun u a kam në dashuri, sepse dëm, luan, peshk, ka diçka shumë të madhe. Ka një pozicionim planetar që arrihet ajo që duhet, në anën tjetër kuptimi i jetës që është vetvetiu, përsa i përket vazhdimësisë dhe korrektësisë. Jeni korrekt me atë që bëni, jeni korrekt me atë që kërkoni. Të tretët mund të flasin çfarë të duan. Pakërsi ka, sepse juve jeni aty ku doni, mirë bëni, momentet janë mjaft ndikuese dhe shumë të rëndësishme përsa i përket punës suaj, përsa i përket vazhdimësisë që juve keni, dhe kjo është momenti më i mirë i mundshëm, sepse është stabilizimi, sepse është ajo që unë e kam jetuar dikur. Kur e kam jetuar, më jep dhe mundësinë të rregulloj dhe të startoj. Kjo pra nuk ka vend për të shqetësuar, për të gëzuar në këtë drejtim. Për çështjet e tjera nuk mund të them se ka ndonjë diçka që mund të mos jetë ashtu siç pritet, por është ashtu siç duhet. Dhe kjo është mbi bisedimet dhe kohën e rëndësishme që juve keni mbi atë që ka kërkoni. Nuk ka vend për të shqetësuar, por shikoni gjërat të arrijet majat, sepse kjo është periudha juaj, kjo është momenti juaj më i mirë i mundshëm për të stabilizuar gjërat e rëndësishme, sidomos me dëm dhe me ujor. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë zjarri, tek një shenjë me shumë potencial ekonomik, një nis e re ku do stabilizohet, fuqizohet dhe rregullohet. Nga njëra anë do të jepet mundësia e vështirësive dhe do të jeni zgjidhje për vështirësitë, nga ana tjetër është liria dhe ndryshimi. Cila shenjë është vallë? Është shenjë zjarri. Nuk është quiz, por është e vërtet. Shigjetari. Për shigjetarët kam lajme të mira. Sepse shigjetari është pika e referencës, është aja dhe zheja. Rregulli, situata, mënyra dhe mundësia. Dashuria dhe mshuria, kërkesa për gjëra të mëdha. Jeni shumë të favorizuar. Keni momentin dhe periudhën e duhur për të zgjidhur problemin? Shtrohet pyetja. Të gjitha këto i zgjidhni. Keni pasur një periudhë të ngjeshur. Nëse do ta marrim dhe mbajini mend, më shkruani në inbox. Për këtë që ju them sepse mund t'ju ndihmoj në kohën që do jemi live, në kohën që jemi live ju them për shenjat, po, kjo shenja për shembull e shigjetarit ka pasur këtë problem. Arsyeja që mos e bëni më këtë. Më shkruani në inbox, Jorgo, e vërtetë është kjo sepse un kam pasur këtë problem. Dhe me të vërtetë në këtë kohë më ka ndodhur. Dhe për shigjetarët kanë pasur një problem me çështjet ligjore, me çështjet e tatimeve, me çështjet e bllokimeve të llogarive, me çështjet
udhëtimeve, gjitha këto. Ka një arsye dhe tani shikohen gjërat të zgjidhen. Shikohen gjërat të marrin një rrugtim tjetër. Një mundësi shumë të artë mbi zhvillimin, konkretizimin e gjërave. Është e rëndësishme kjo. Prandaj më shkruani në inbox për gjitha shenjat pak a shumë unë që them, juve mund ta merrni pastaj në ditën e nesërme edhe të mërkurave unë do t'ju shpjegoj dhe mesazhet që ju shkruani dhe në kohën që do shkruani kur jemi live, përgatituni për çdo të mërkur që keni pasur këtë problem, po ju kanë pasur këtë, çfarë mund të bëj tani? Dhe unë ju përgjigjem konkretisht për atë që ju keni jetuar, përjetuar dhe çfarë mund të bëni, do t'ju jap zgjidhje për atë problem. Në lidhje me disa vendime që mund të merrni, shqiptarët, 30 diqve, ka një mundësi shumë mirë në lidhje me dashurinë, me peshk, me virgjëresh, me binjak, me dem rrihen ta, nuk ka problem, po kanë atë, me një tjetër nuk bëjnë, pa një tjetër nuk jetojnë. Por gjithsesi e përgjithshmja është mjaft pozitive dhe tepër ideale. Konkurenca bën punën e vet, ju bëni punën tuaj. Të tjerët marrin amballazhin, juve merrni produktin. Diferenca është e madhe. Amballazhi është aq i bukur sa sta merr mendja. Produkti është ai çka është. Por është i vërtet ai produkt. Nuk bazoheni tek amballazhi juve. Dhe kjo do thotë nuk ka hedh njeri. E gjithë historia dhe ajo çka flitet dhe bëhet është në anën tuaj, është në momentin më të mirë të mundshëm dhe periudha kur ndodhin fenomene të ndryshme. Gjithmonë jeni hapara, gjithmonë jeni aty ku juve adhuroni, dashuroni dhe veproni. Sepse diçka e madhe ndodh në anën tuaj dhe në biznesin tuaj. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft stabilizuese, mjaft pozitive, sepse ka shumë për të dhënë, ka shumë për të thënë. Dhe mënyra se si do vinë gjërat, sepse janë në rol drejtues, janë në punë të rëndësishme, janë në kohën e duhur dhe përgjigjen çdo lloj stuhie, tornado nga të gjitha anët, që këta janë britsjapët. Për sa i përket britsjapëve, britsjapët e dashur, jam në vendin më të mirë të mundshëm për t'ju shpjeguar për britsjapët, sepse britsjapët kanë atë të ndikimit të madh, të mundësive të arta që vërtet veprojnë në një farë mënyre për punën e tyre, në një farë mënyre për zgjidhjen e konflikteve të vjetra dhe fillimin e gjërave të reja. Nuk e diskutoj, nuk e vën dyshim për ekonominë, për ndryshimin, për vendimin që ata marrin, por dhe kohën e dur që ata kanë, sepse kjo është periudha dhe është momenti që juve të zgjidhni çështjet problematike, të zgjidhni gjërat që juve ju takojnë, por megjithatë, edhe pse një problem i vogël që keni pasur para disa kohëve, është një mundësi tani mjaft e mirë, sepse zhvilloni ndryshimet dhe kohën e duhur për sa i përket anës ekonomike financiare, për sa i përket një takimi. Mirë po, në këtë takim, edhe pse jeni pak në dilemë, edhe pse keni pasur probleme të mbartura nga e kaluara, po punë e madhe kjo lidhet edhe me takimet e punës, lidhet edhe me një bisedë që do të bëni, një bisedë shumë të rëndësishme financiare ekonomike, një bisedë që do flitet shumë për ekonominë, do flitet shumë për dashuri, do flitet shumë për njerëzit të rëndësishëm që flasin mbi atë çka lidhet, puna, karriera, ndryshimet, vendimet të mëdha që keni, por nuk ka vend për të shqetësuar ashtu, për të gëzuar për një mijë arsye financiare, për një mijë arsye të gjërave të mëdha që vinë. Por disa do të diktojnë, do të ndikojnë në jetën tuaj, në përditshmërinë tuaj dhe mundësi të arta. Por gjërat që ndodhin, çështjet që vë keni, momentet që vinë në këtë aspekt, nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar, prandaj mos u shqetësoni mbi atë çka vjen, mbi atë çka është, sepse i keni mundësit, edhe pse njerëzit mund të flasin çfarë të duan, njerëzit mund të flasin çfarë ata kërkojnë dhe gjykojnë, por juve jeni në analizën më të mirë që keni bërë për veten tuaj, keni bërë për disa gjëra që janë shumë të mira
dhe mjaft pozitive dhe respektivisht të mbara në çdo aspekt të jetës suaj, sidomos dashuria dhe ekonomia, mundësia që keni. Një udhëtim i papritur mund të ndodhi biles këtë periudhë, sepse 10 ditë që parë dhe 10 ditë që tretë kanë shumë mundësira për të zgjidhur disa probleme të mbartura nga e kaluara, por unë do t'ju thosha që nuk është se ka një gjë që nuk shkon ose një gjë që është vetëm ndikuese ose është rrezatuese për gjëra të mëdha që vinë tani e tutje, kohën e keni në dorë juve, dhe kjo do thotë që mundësit, periudhën dhe ndryshimin që keni është momenti i artë, momenti më i mirë i mundshëm për të stabilizuar gjërat e juaja, për të arritur qëllimin tuaj dhe momentet që juve keni. Nuk ka vend për të shqetësuar këtu, por për të gëzuar për sa i përket ndryshimeve dhe mundësive të arta që keni tani e tutje, dhe është një moment, është një kohë mjaft e mirë financiare, mjaft e mirë ndryshimi, mjaft e mirë del lind dielli dhe njëherë për juve. Dhe kjo është ajo çka unë them, kjo është ajo çka unë ju them me të madhe, që bëni ndryshimin tuaj, bëni mundësinë, jepni mundësinë që juve të arrini majat mbi çështjet ekonomike, mbi atë çka juve keni, sepse jeni në kohën e duhur, jeni në momentin e duhur për gjithçka që ju ofroni, dhe kjo do thotë që një nga mundësitë më të mira ose periudha që dojnë fenomene për arsyeën e tyre dhe kohën tuaj. Por gjithsesi është një moment shumë i mirë stabilizues, është një moment shumë i mirë për 1000 arsye të punës dhe të karrierës, të vendimeve që merrni dhe periudhës që keni, por do të thotë që ndryshimi që ka të bëjnë tani tutje, momenti është ai që ju bën të ndjeni superior mbi çdo drejtim, mbi çdo pikë synim që i vini vetes. Kjo do thotë një mundësi, kjo do thotë një rëndësi, kjo do thotë që vërtet bëj atë që di të bëj më mirë dhe jam koshient për atë që ndodh. Dhe pikërisht për këtë që ndodh, pikërisht për këtë që rrezatoni, është momenti dhe periudha e artë për ndryshim, për vazhdimsi dhe korrektësi mbi jetën dhe vazhdimsinë tuaj, sepse kjo periudhë është e juaja dhe është momenti më i mirë i mundshëm mbi stabilizimin, konkretizimin e gjërave, sepse duke pasur parasysh edhe një takim që mund të keni pasur më përpara ju, por vjen puna që e zgjidhni, sidomos me gafore edhe me virjet që keni pasur problem, por me peshore e keni zgjidhur dhe me dash jeni gati të arrini maja. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që rrezaton, rregullon, mundson anën ekonomike. Por jo vetëm ngelet këtu. Ka dhe diçka tjetër që e ofron. Por çfarë? Ofron mënyrën, taktin, zemërgjërsinë të anës suaj. Dhe kjo është një nga armët më të fuqishme të juaja. Që kjo ju bën të ndjeni superior dhe kohën e duhur që keni. Që do thotë shenja e ujorëve. Ujorët e dashur, jeni në anën më të mirë të mundshme, sepse shumë gjëra kanë ndodhur në vazhdimsi, do thosha unë, por jeni shumë korrekt me atë çka bëhet, me atë çka përjetoni, me atë çka juve jeni në kontakt me të vërtetën. Ujorët janë zemra e orës. Dhe tiktaku i orës për juve nuk ndalon kur. Vetëm zëri dhe mënyra se si troket juve ju bën të ndjeni superior dhe energji. Nëse të flasim çfarë ndodh me këtë shenjën e ajrit, shenjat e ajrit, ndodh një e vërtet e hidhur. Kam bërë shumë, pres dhe s'marr asgjë në fund. Sepse keni bërë vërtet shumë për punën tuaj, për karrierën tuaj, për mënyrën dhe mundësitë që keni. Por duke pasur parasysh një moment që juve ju vjen, një periudhë që juve keni, njerëzit mund të flasin çfarë të duan dhe si të duan, por në anën tjetër i keni të gjitha mundësitë
për zgjidhur çështje problematike, për zgjidhur atë që nga ndonjëherë mund ta themi me plot bindjen që jemi me këmbë tokë, realizojmë, startojmë, mundsojmë për gjërat që kemi. Por në anën tjetër kemi që jam, mbetem, do mbetem aty ku jam. Është punë, është karrierë, është suport i realizimit të qëllimeve që i vënë vetes. Një nga momentet më të mira që kanë të bëjnë për juve miq të dashur, ka të bëjnë edhe ekonomia dhe stabilizimi i saj, po nëse në një kontratë pune që bëni tani ju, mundoni që t'jeni më korrekt se ç'duhet, se të tjerët mund t'ju prishin punë, dhe kjo do të thotë që nuk janë aty ku duhen ata, se nuk ju pëlqen puna e tepër, po duan hapësirë, duan ajër të pastër, dhe po që për të punuar, punojnë, po nuk që e lëmë mas dore. Me qenë se gjithë koha dhe momenti, periudha e duhur, e zhvillimeve dhe stabilizimeve, çështjet konkrete, ekonomia në një farë mënyre, ka të bëjnë me ekonominë. Dhe ekonomia e kjo është stabilizimi dhe çështjet konkrete. Nëse flasim për anë të tjera dhe kuptimin e jetës, është aja dhe zheja. Në dashuri, juve të shenjës së ujorit, është një moment, është një periudhë gëzimi, sidomos lidhjet me luan dhe me akrep të 10 qitar. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që zbulon, rezaton, dhe një lajm shumë i mirë, ligjor, dhe një gëzim familjar, që ta janë peshqit. Peshqit duket se startojnë dhe rregullojnë me gjërat dhe ndryshimet e veta, por nuk e vë faj unë peshqeve se kanë qenë shumë të ndikuar këtë periudhë, janë munduar shumë për punën, për karrierën, për ndryshimin, për vendimin, për mënyrën se si vijnë gjërat, dhe lidhjet afatgjatë që ata kanë, është një moment mjaft i mirë dhe shumë pozitiv. Por megjithatë, juve keni momentin e duhur dhe kohën e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në ekonomi. Edhe megjithatë, kemi një ndikim që do thotë në anën e pozicionimit e planeteve, e vetëm pak vëmendje do të bëni në finance, miqtë mi të dashur, sepse afër ditën e Virgjëresh, më datë 29, formon një katërkëndësh me Marsën në binjak. Do të thotë, do të marri kredi bankare, sepse duhet bëj një punë. Mi po, unë kredin e marrë 3 lek, dhe unë fitoj nga puna ime 0.5 lek, as një lek jo. Atëherë si mund ta shklyej unë këtë kredi, i bie të marrësh 30.000 euro, që rroga jote është 400.000 lek. Shikojeni këtë. Dhe bini viktime vetvetes. Ajo banka do t'japi lek. Se ka problem. Por ti do të vesh mbi atë që merr, diçka që e ke ndërtuar me jak, pronën, pasurinë e paluajtshme. Këtu vete pak si në dyshje muhabeti. Nëse ke mundësinë, merr diçka sa për të zgjidhur problemin e momentit. Nuk mund ta zgjidhësh problemin e shekullit. Nuk mjafton koha, ose për llogaritje që bëni nuk del. E atëherë nuk del, gjini një mënyrë tjetër për të rregulluar dhe stabilizuar gjërat e juaja. Megjithatë, edhe pse tani është koha me anën e punës, me anën e karrierës tuaj, me anën e vendimeve që merrni, periudha që ndodhin fenomenet në një farë mënyrë me kohën, me ndryshimet, me pozicionimin e planeteve, që është një moment mjaft i mirë, edhe pse dielli takohet me Jupiterin në ndikimin më të madh, sepse kemi një hënë të plot
në datën 29 edhe afërdita në krahun tjetër, juve e keni përballë afërditën dhe ju ndikon në këtë aspekt. Por sa më të kujdesshëm keni, aq më mirë është për juve në fushën e karrierës. Por gjithsesi kjo javë shquhet shumë për zgjuarsi, maturi dhe shanse të mëdha që mund vinë. Në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me shigjetarët e 10 të parë, me gaforët e 10 të tretë, por dhe me virgjëresh është perfektja. E përgjithshmja java e suksesshme për njerëz të guximshëm. Java e suksesshme për njerëz të guximshëm. Shenja që prevalojnë dhe janë më ndikuese, më pozitive, kanë të bëjnë shumë shenjat e ujit, gaforja në anën ekonomike, akrepi, pasurit paluajtshme, juve në çështjet në lidhje me jashtë. Kujdes në lidhje me jashtë, me punë, me ndryshime që do të keni atje. Dhe gjitha shenjat janë në anën më të mirë të mundshme. Sidomos mes java është e artë, rregullojeni, bini pas si do më kujtoni. Këto ishin pak a shumë përsa përket pikërisht të kësaj jave, kaq të rëndësishme nga data 27 korrik deri më datën 2 gusht 2026. Nëse dëshironi për më tepër, atëherë kemi faqen e rozë, www.astrologu.al, faqja rozë, shkoni atje, atje do sekretaria dhe duke shkuar te sekretaria, dërgoni email, nëse nuk e gjeni veten tek të gjitha programet që neve kemi atje, atëherë flasim bashkë nëpërmjet Viber apo WhatsApp-it. Për juve që dëshironi, në kohën që jemi drejtpërsëdet me juve, kemi këtë butonin tonë. E klikoni, e shikoni dhe më pas, duke ndjekur hapat, ai butoni atje, dërgoni mesazhin dhe merrni drejtpërsëdet përgjigjen në çdo të mërkur, në pyetje përgjigje. Në një rregull. Gjithë mirat.